është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jem si një zonë që lart do flu. Jepini goca. Okej, do shkojmë direkt në Maliq, moti në Maliq, në kulmin e sezonit të punimit të mbjelljes së tokës, fermerët në Maliq ankohen se shtrëngtimi i naftës ka rritur kostot e plugimit të arave. Ato po mendojnë t'i kthehen parmendës. Mësohet se qeverisja qendrore dhe lokale është dakord me banorët, sigurisht. Zyrtarët e lartë vendor, pasi mblodhën bordin e paqes në përbot, thanë se janë dakord me nismën e kthimit të parmendës që tërhiqet nga qetë e fshatrave. Madje Reform Rud sugjeron ata do të thith turistët e huaj, të cilët do paguajnë 5 euro biletën në hyrje të Maliqit për të parë se si punohet toka si në mesjet. E lezetshme. E lezetshme si ide, si nismë. E kuptojnë që po rrezikojmë që të gjitha ato që po bëjmë ne, pra të lexojmë në internet, të dërgojmë në internet, të gjithçka që bëhet me internet. Sot teknologjia e internetit ka shkuar ka shkuar deri në pikën që po bëhen operacione ndërmjet kryesisht linjës 5G, po bëhen operacione nga klinika në klinik. Pra nuk është detyrueshme, janë hapur më shumë se nuk është reklam, që duket sigur. Jo, mos është fare reklam. Është diçka që po ndodh nëpër botë tani, vendet e zhvilluara të paktën. Megjithatë pak a shumë doktori sigur lum PlayStation. Absolutisht, u bë një operacion që kishte bazë në Britaninë e Madhe, po pse bësh? Pse bësh kaq i trisht më? Jo. Ndroj jetë. Jo. Po pra. Ishte bërë një operacion që ishte zhvilluar nga Londra në Spanjë i pari dhe nga Londra në Afrikë, 2 operacione të cilat në Afrikë. Në Afrikë, po. Okay. Sigurisht kishin çuar tani. Pse më shikon me atë? Pse nuk e kuptoj dot. Pse? Ç'a bëra? Busje, kishte një. Po më se ishte shumë interesante the në Afrikë. Po pse ishte interesante? Pse ishte Spanja si ishte interesante, po Afrika ishte? Po më se janë afër, e ke parasysh se është nuk kap ne na futet greku ne. Është linja e internetit e mirë. Pa, ore, se stereotipizoni njerëzit apo. Jo. Si politikisht korrekt do ta vrasë. Nëse për te shakas ishte bërë me sukses në Afrikë. Kjo sjell edhe më afër, domethënë, aksesin në resurse të rëndësishme teknologjike dhe ekspertizë, dhe sot operacionet më të rëndësishme nuk do kryhen pikërisht tek vendi i origjinës ose qëndrimit të atij personi që e kryen, por do mund të kryhen kudo në botë. Do të jenë disa pajisje, do të jenë ato makineritë specifike që mund të bëjnë ndërhyrjen dhe ti mund të operosh me cilin do mjek edhe për ca kohë. Se pritshmëria është inteligjenca artificiale, robotika të mund t'i bëj në mënyrë më efektive edhe operacionet në raport me doktorët. Megjithatë, lajmin këtë parenteze bëra sepse rrezikojmë që të mbyllen burimet ose kabli, e ke parasysh krijoi njeriu robotin tha, po e ka në dorë ta thik vet, t'i heqi kablin. Edhe kablin rrezikon që pyetja është kjo, që të na e fik Iranin ndërmjet gjirit të Hormuzit, sepse janë kablot kryesore të internetit në botë. Kalojnë aty. Kjo është pyetja që është ngritur në media, nëse do arrinte Irani që t'i priste ato, do thotë që s'do kishin as vet internet, do thotë që pak a shumë nuk e din nëse këto ushtaraket kanë një linjë alternative. Linjë alternative? Po, linjë alternative. Nuk e din nëse këto ushtaraket, operacionet ushtarake kanë linjë alternative apo e kanë me wireless. Me wireless? Po, me wireless blend. Do me thënë investojnë kota ato, jo po do hedhi raketën. Ja ta them se janë të paktën 8 kabuj. Një të blej një gërshon nga këto që vjedhin motorën, 8 kabuj. Edhe një të preja kabujt vram. Riardo lek tani. Ore, le se kam luajt mençëm atë, nuk po merrem fare me motin tani, kam luajt menç. Isha dje me një njeri që ka bër fakultet, ka bër bachelor, domethënë ka bër bachelor, ka bër master dhe tani është duke mbyll doktoraturën. Dhe është 22 vjeç, është vetëm 18 vjeç. Jo, është 40-at dhe kishte pa një foto, një meme dhe poshtë më tha mua kape çik komentin, më thotë mua. Po kam shokur, nuk e përshëndes.
Laurën, në ke të po tregu diskret. Dhe më tregon një tjetër foto më burr, GIF. Më thënë, dhe mendoja, ka filluar të më irritoj shumë. Ke që 3200 vjet para erës sonë, 3500 kur ka qenë. Në Babiloni për herë të parë njeriu, për shkak se mendimi kompleks është rezultat i shkrimit, i shprehjes. Me një njeri mund të mendoj aq kompleks sa mund të shprehet. Pastaj shkrimi sigurisht është mënyra që ti të regjistrosh këtë të folurën, të regjistrosh në përjetësi, atë mendim kompleks të rafinuar që ke, okay? Dhe nuk mund të mendosh në mënyrë komplekse pa u shprehur në mënyrë komplekse, pa i vënë në një villë logjike ato që mendon, se çdo gjë është kaotike. 3200 vjet para erës sonë, që i bie rreth 5200 vjet, para. Arritën Babilonës që të shkruanin mendimet e tyre komplekse, vendosën një letër, shkruan sisteme numerike, vendosën monedha, ndihen detyrimin që para 5000 vitesh uniform, ja, urdhëroj. Uniform. Unicorn. Cuneiform, po çfarë është cuneiformi më? Po mos më lo tani. Shqip është cuneiform. Shqip. Zotri është shqip. Aha. Cuneiform. Kunj. Është Kunja para kunja, po. Kunji më zotri. Po jam atë tha dhe Toni andej. Po pra, dakor. Është shqip se tash. Do pse më vrem me këtë detajin se si quhet shkrimi më. Se Toni të bëni të gjithë sikur dini nga gjithçka, është të mërshme. Ideja është këtu, burr. 3200 vjet para erës sonë shkruan. Pastaj gjithçka ka evoluar. Kemi antikitetin helen, shekulli i arti Perikleusit, të gjitha të shkruara, shekulli 5 para erës sonë. Tragjedi, komedi, eposi, Odisea, Iliada. Pastaj vazhdojmë Perandoria Romake, pastaj Bizantine, shkrimet jashtëzakonshme, pastaj kemi mesjetën, kohrat e errta, kupton. Prapë vazhdojnë shkruan në atë periudhore. Pastaj kanë një riçeli, një rilindje dhe shkruan vepra të jashtëzakonshme. Shakespeare, njerëzit lexojnë, hapin Shakespeare, po blet. Njerëzit lexojnë, hapin marrin një letër dhe shkruajnë. Është luksi i çdo qytetari, të gjithë duan të jenë të shkolluar dhe të shkruajnë, të lexojnë. Jo të gjithë munden, është ekskluzivitet i pak njerëzve, kupton? Dhe vim në një shoqëri që lejon, shkollon, mund t'i jep mundësinë kujdo të lexojë dhe të shkruajë. Po. Dhe vin rrjetet sociale. Dhe çdo gjë po minimizohet më burr. Është vërtet. Në fillim ka qenë rrjetet sociale kanë qenë të orientuara te shkrimi. Do të thotë ti duhet të shkruaje diçka dhe të tjerë të shkruanin poshtë diçka tjetër dhe të kishte një komunikim me shkrim. Pastaj vjen diçka më interesante, vjen ndërmjet imazhit kryesisht, vjen Instagrami, kupton, të fokuson tek imazhi dhe të lë mundësinë që ti të komentosh poshtë, japësh një koment. Dhe duke avancuar, vjen tani alternativa e të dërguarit një tjetër foto ose një tjetër gif poshtë fotos së tjetrit. Do të thënë tembelizmi, një foto sa 1000 foto. Apatia, një foto sa 1000 foto. Apatia e njerëzve për të shkruar është e tmerrshme burr. Dhe llogaritë që vetëm komente të gjata sot në rrjetet sociale kudo që qofshin janë të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Faleminderit AI. Faleminderit AI. Do ku do shkoj? Si imagjinon ku mund të është si ti thua një piktori për shembull, një piktor të shprehet thjesht me një penel, të bëj një kuzhinier thjesht të shprehet me pak krip, kupton? Ose një këngëtar të bën thjesht një notë. Dhe kaq, kupton? Ky është paralelizmi në sensin e të aktivizuar të trurit. Është paktën opinioni im është çështje dembelizmi. Domethënë po dembelizmi po shkurt, i bie shkurt, është edhe kjo voice-i. E ka parasysh përtojnë njerëzit të shkruajnë tani mesazhe, të dërgojnë voice. Qartë. Po nëse do doja të flisja në telefon, do të merja në telefon ose do bizedorim në telefon. Dërgojnë voice. Vdesun për njerëzit që dërgojnë voice. Po mbaroj. Janë dhe këto që dërgojnë voice 4 minuta. Po, ka dhe nga ta që ka 4 minuta, po unë vdese, ke parasysh se të dërgojnë voice thua se janë aq të zënë në gjërat që bëjnë, duke sikur të gjithë vrapojnë. Rut se do më kërkojnë dies, po thjesht jam është thjesht unet kafe, por mos dërgo më voice o burr tani. Dërgo përdori gishta, do thjesht nëse për ton bëjmë të shkurtër mesazh, nuk ka nevojë. Gjithë bëni si super të angazhuar, sikur jeni diku, falë se po ndroj një sistem pajisjesh në këtë qendrën satelitore në Hën, kupton, edhe kam duart e zëna dhe varen jetë njerëzish nga unë. Po mirë, Mario po flet për vete tani. Jo. Jo, po Mario po thoshte që ka dhe nga ata se është pala tjetër që të ndjekur, e kupton? Nis voice duke u regjistruar edhe ti e shef që ai po regjistron voice, tak ndalon ajo. Se ja fut kot, kupton, ose dëgjohet diçka. Kupton, e nis prapë nga fillimi. Dhe në fund dhe në fund e telefonojnë. Këtë e bën Mario, domethënë ishte një rrëfim personal, Mario s'ka gjë i dashur.